Kapiteni i Slovakisë Milan Skriniar është prononcuar për websajtin zyrtar të kombëtarjes për shortin e hedhur në zyri të Zvicrës, i cili e vendosi Kosovën si kundërshtar të tyre. Ish futbollisti i Interit e vlerësoi shumë kampanjën kualifikuese të Kosovës, duke thënë se për ta do të jetë një kundërshtar mjaft i vështirë. Tutja e tha se shpreson që fakti se do të luajnë këtë ndeshje si vendas do të jetë një avantazh për të dhe shokët e skuadrës, duke u mbështetur në përkrahjen masovike të tifozëve. Nga të gjithë katër kundërshtarët ka qenë e vështirë të gjejmë një ekip me më pak kualitet, të gjithë janë ekipe të balancuar. Kosova ka bërë kualifikime të shkëlqyera dhe nuk do ta kemi të lehtë. Ambienti në shtëpi patyshim se do të jetë avantazh, me stadiumin në mbushur plot, ne do të japim 100% nga vetja dhe do të përjetojmë mbrëmje magjike bashkë me tifozët tanë. Do të shkojmë afër arritjes së synimit të madh që kemi. Shihemi në Mars, ka deklaruar Skriniar. Më 26 mars, kombëtarja polake do të përballet me Shqipërinë në gjysmëfinalen e fazës eliminatore për të siguruar një vend në Kupën e Botës që do zhvillohet vitin e ardhshëm në SBA, Kanada dhe Meksik. Nëse fiton, do të përballet me të fituesin e ndeshjes Ukrainë-Suedi në finale për një vend në Kupën e Botës. Ish kapiteni i kombëtares polake, Jacek Bak, beson se do të fitojnë kundër Shqipërisë dhe do të preferonte në finale Suedin. A nuk duhet të fitojmë kundër Shqipërisë në shtëpi, pa egzagerim? Pastaj kemi Suedin ose Ukrainën, dhe mendoj se do të preferoja Suedin dhe Ukrainën vetëm nëse ndeshja do të luajë në Poloni. Nëse do të donim, jam i sigurt se shoqata polake e futbollit do të ishte dakord. Megjithatë, ja vlen të përmendet se nëse na duhet të shkojmë në Suedi, sigurisht që nuk do të jetë lehtë. Suedezët do të duam të kompensojnë humbjen e tyre në finalen e play-offit para kampionatit të mëparshëm, thot Bak. Shqipëria, pse duhet kemi frikë? Ne luajtëm në kushte të barabarta me Holandën, por kemi frikë kundër Shqipërisë ose Suedisë? E kuptoj që kjo nuk do të jetë një ndeshje e lehtë. Nëse dikush pret një të tillë, duhet të korrigjohet menjëherë. Do të shtyjmë, do të luftojmë dhe do të vendosim kushte të vështira, por nuk mund ta imagjinoj që të mos fitojmë. Shqipëria të mos gënjejmë veten. Siç thot Urbani, ne jemi favorit dhe supozohet të fitojmë këtë ndeshje, thekson Bak.